Rëndë do ishte trajneri i ri kombëtarëve shqiptare. Lëvizje e papritur, largoi Silvinho 2 javë përpara ndeshjeve të qershorit. Si e sheh? Largimi dhe trajneri i që ka ardhur. Unë mendoj që kuptohet, është e menduar kjo lëvizje. Patjetër. Ndoshta nuk ka dalur. Duk pak e nxituar kështu brenda dite. Po e nxituar, por që mendoj që unë mendoj që mund të ketë një muaj ndoshta që ka qenë bërë kjo zgjedhje. Trajneri Silvinho sigurisht që ka bërë një punë të mirë, sepse të shkosh në Europian dhe të shkosh në play-off që s'kemi qenë asnjëherë. Ishim shumë afër botrorit, sigurisht që ka bërë një punë të mirë, ndonse gjithmonë do flitet për zgjedhjet është mos e normale, sepse ti je trajneri kombëtarës do jesh në një tokë të nxehtë, kështu që është mos e normale do jesh në qendër të kritikave. Por që në përgjithësi mendoj që ka bërë një punë të mirë. Sigurisht që edhe unë kam folur her pas here që ndoshta disa momente, disa zëvendësime ndoshta s'na kanë pëlqyer, por që çdo trajner ka ato idetë e veta, lëvizjet e veta. Për shembull si në ndeshjen e fundit që ne pam një sistem që ne nuk kishim mësuar her pas here, për atë sistem që të luajmë me një sulmues fac po themi, apo çodh një zëvendësim që erdhi nga Majta në fundin e ndeshjes që një lojtar që nuk është se kishte lozur vazhdimisht, por që ndoshta ishte si provë. Fatikisht ne themi në ndeshje kryesore nuk duhet të kesh prova me lojtar, por më mirë të luash me ato lojtarë që kanë marrë minuta vazhdimisht. Ngelet për të parë dhe prova nuk është se doli për mirë, se ishin pikërisht ato dy lëvizjet që ndikuan pak te dy rastet që patëm. U afruam, që është e vërtetë, ishim shumë afër fitores, se pra janë ato episodet që e zgjidhin një ndeshje, por që duhet të presim tani për trajnerin e ri, ka patur disa skuadra që është e vërtetë Serie A dhe Serie B, që mua më duket komplet jo bilce. Jo, mua më bë përshtypje që kishte vetëm 31% fitore tek ndeshjet që kishte. Pra është pak. Mesatare një vit e kishte në çdo skuadër. Është pak. Nuk është se ka patur, po themi skuadra të nivelit lart, për Milan, Juve, Inter, Roma apo Lazio, por që ka patur disa skuadra që janë mësuar për të vuajtur dhe ndoshta ja ka dalur. Dhe ndoshta e kanë parë edhe këtë ide për të parë një trajner që ndoshta është mësuar të vuajë me skuadra të vogla dhe pse jo për të na sjellur një eksperiencë të mirë. Por gjithmonë ngel për të parë çfarë do na sjell ky trajner. Diçka që vura re unë pak të konferencës se çfarë mund të lexosh me pak fara që është në konferencë, ishte pak tip emocional. Nuk e di a është mirë apo keq që trajneri të jetë emocional. Italianët ashtu janë në burr. Italianët. Po duket qenë se ai nuk e di, më duket se nuk ka qenë asnjëherë trajner kombëtar. Jo, hera e parë sot. Dhe ai ka patur disa skuadra si Genoa që është një skuadër që mendoj që është skuadër e mirë, skuadër për të vlerësuar, po Cagliari apo disa skuadra tjera. Por mendoj që maksimumi në karrierën e tij mendoj që është në këtë moment sepse ka marrë një ekip kombëtar dhe megjithatë që ne kemi bërë progres, Kështu që ai e di mirë që çfarë skuadër ka. Vetëm do shikojmë tani që do t'i përshtatet skuadrat që ne kemi, pra ne kemi një skuadër që lojtarët tonë luajnë shumë mirë në fazën sulmuese. Tani do shikojmë ky trajner do mendojmë më shumë për fazën sulmuese apo fazën mbrojtëse. Pra këtu ngelet për të parë. Ne gjithmonë kemi folur për Silvinhën, pse nuk aktivizon disa lojtarë më shumë në fazën sulmuese, sepse e kemi mundësinë për të shkuar më përpara për të riparuar her pas here ato gjëra që ne kemi thënë, pra mos të qëndrojmë shumë mbrapa, por për të shkuar më përpara portës, të jemi afër portës sepse kemi lojtarë cilësorë dhe që i zgjidhin ndeshjet. Tani ngelet për të parë pra stili i lojës që do ketë ky trajner. Shpresoj që të ketë atë stilin që lojtarët preferojnë. Stilin thua ti, por objektivat ishin të qarta në konferencë për shtyp. Vendi i parë në Ligën e Kombeve dhe kualifikim në Euro 2028. Personalisht vendin e parë shoh të arritshëm. Kualifikimin shoh pamundur me të trajner. Ti si mendon? Pamundur pse? Nuk mbi trajneri. Po ti ke një koeficient më të mirë edhe për vallëzi do kesh, pra do kesh i short, mendoj pak më të lehtë për Europian. Let's wait and see. Mund të them këtë që Shqipëria ka ardhur një pikë që nuk mund të themi ne më që kemi disa skuadra të forta dhe tani duhet jemi të kujdesshëm sepse të zëm vendin e tretë apo të katërt. Jo. Unë mendoj që ka ardhur momenti që në çdo skuadër e fortë që të jetë, ne duhet të përballemi si të barabarta. Më përpara kemi folur ndryshe. Kemi patur shumë skuadra të mira, kemi patur shumë lojtarë të mirë, por gjithmonë në vend të parafundit përfundonim. Tani është diçka tjetër. Ne jemi përballur me shumë skuadra të mira, dhe ç'është e vërteta, lojtarët kanë bërë ndeshje të mira, por mos harrojmë lojtarët tonë luajnë në skuadra të mira. Pra prej vitesh disa lojtarë kanë luajtur në nivele shumë të larta. Tani, këto lojtarë duhet marrin shumë përsipër, edhe nuk mund të them që ne kemi frikë një skuadër. Jam dakord që të kesh një Angli apo një Gjermani që mund të jetë organizuar, Franca janë skuadra të forta, por nuk mund të themi ne që është e pamundur. Pra brenda një ndeshje mund ndodh çdo gjë. Patjetër. Por jo të themi që ne jemi të vegjël, nuk jemi më të vegjël. Por derisa kemi shkuar dy herë në Europian, shkuam dhe në play-off, pra ishim afër botrorit, lojtarët i kemi të mirë, por unë mendoj trajneri duhet shikoj në fazën ofensive. Sepse këto futbollista nuk është se bëjnë shumë mirë në fazën mbrojtëse. Ndoshta mund të gabojmë në fazën mbrojtëse, para ne mund të shfrytëzojmë shumë mirë në fazën që italianë nuk është ndihmon shumë te reparti avancuar. Mendoj se italianët gjithë filozofinë vetë kanë patur tek loja mbrapa, tek mbrojtja. E kanë parë si trajner, disa ndeshje mund të them, por nuk është se kanë parë skuadra për shembull që më kanë lënë mbresa për të thonë që ky trajner po bën
një super lëvizje me sistemet, apo them siç është Gasperini. Nuk është një trajner i madh Gasperini, por që për një lojë sulmuese që bën vazhdimisht. Kështu që ngjehet për të parë dhe shpresoj që t'i përshtatet lojtarëve që kanë A organizim. mendoj që kisha alternativa më të mira? Nuk do të gjykojmë se ndoshta edhe për Silvinho tham fillim kur erdhe që Po më valla ne themi mendimin tonë, po e vrasim valla, mos u bind pik. Ndoshta një trajner shqiptar. Mund të ishte koha e dur për një trajner shqiptar. Trajner shqiptar gjithmonë do jenë kandidat, por që ne më përpara kemi marrë vetëm trajner shqiptar sepse buxheti ka qenë shumë i ulët në Federatën Shqiptare, që është e vërteta. Tani është një buxhet shumë i madh. Dhe kur buxheti i madh, tani edhe zgjedhjet kuptohet janë shumë të hapura dhe sidomos në nivele të larta. Kjo nuk do të thotë që presidenti Armand Duka nuk i ka dëshirë trajnerit shqiptar në mënyrë absolute, por tregu është shumë sfidues, shumë konkurrues. Edhe buxheti është shumë i madh, pra ne kemi mundësi për të marrë çdo trajner. Ama jam dakord se për publikun sigurisht kemi dëshirë të shohim një trajner me emër të madh. Por që nuk do thotë kjo që Dukani trajner i madh ndoshta mund të bëj më të mirë. Kështu që ky trajner ndoshta mund të përshtatet mirë me skuadrën dhe kryesorja është për të përshtatur mirë me skuadrën, për të njohur me ambientin, për të pranuar ambientin ton, pra jo siç ka qenë në rasti i Panuçit i cili erdhi dhe mendonte akoma që ishte lojtar i Realit apo i Milanit. Kështu ne duam një njerëz të thjeshtë, përshtatet me ambientin ton, pranoj kushtet tona dhe më pas kërkoj për të arritur suksese. Siç ka bërë De Biasi, siç ka bërë Silvinho, sidomos Silvinho pra një trajner, nuk më thon trajner i madh, por që një futbollist i madh. Që ka lozme me Barcelonën, me Cityn, por që erdhi në Shqipëri dhe pranoj për të shkrirë pra me familjen tonë, familjen shqiptare. Edhe ky trajner pranoj që do të jetojë në Shqipëri. Njëjtë me Silvinho pranoj që do të rrijë gjithë vitin këtu, pra faktën Silvinho duket sikur ka filluar një cikël që trajnerët në një farë i detyron që të rrijnë këtu gjatë gjithë. Sigurisht, po janë dhe kushtet e tjera. Janë kushtet e tjera sepse tani me sa di unë po bëj dhe një hotel modern që do të shërbej ekipit kombëtar. Nuk kemi qenë asnjë në këtë kushte që është e vërtetë. Kemi një kompleks modern duke bërë fusha, pra janë 3 fusha. Është më lehtë tu atje është këtu. Patjetër, pra, për shkuar për të bërë një video analizë, pra ke luks për shkuar për të bërë me lojtarët. Kështu që të bëj dhe një hotel edhe